si mund të justifikohesh para qytetarëve tu, kur ti vendos taksën më të lartë në botë, më të lartë se Singapori, më të lartë se Hong Kongu, 61% të çmimit të naftës e përcakton taksa. Dhe në qoftë se e proporcionon me të ardhurat, një gjerman shpenzon për naftën 1,25% të të ardhurave ditore. Një shqiptar shpenzon për naftën 7,3% të të ardhurave ditore, 7 herë më shumë, 6 herë më shumë. Tokat djerë po shtohen. Bagtit theren sepse çmimi i ushqimit bagtive rritet. Të gjitha këto sirena që bien injorohen në mënyrën më të papërgjegjshme nga Edi Rama. Kemi 2 vende për rreth. Nuk po marrim asnjë shembull tjetër, po i lam dhe proporcionet. Kemi Kosovën dhe Maqedoninë. Ne duhet vendosim atë regjim fiskal që të paktën qytetarët shqiptarët mos shkojnë nga Elbasani për të mbush serbatorin e benzinës në Strug, apo në Dibër të Madhe, Dibrant, apo me radhë, apo nga Shkodra në Malzi. Asnjë vetëm mashtrim, asnjë qëndrim i përgjegjshëm. Rritja, vetëm nga rritja e taksës, nga rritja e çmimit në 220 lek, shteti fiton 8 lek për litër me TVSH-n, më shumë. Dhe kjo imagjinoni, kjo na del dhe rritje ekonomike. Pra kjo del dhe GDP me e lartë. Nuk ka mashtrim më të madh se kjo. Sepse u pa, është e qartë. Faktor kryesor i rritjes GDP-s janë tarrat fiskale. Si kur më parë. Tani, propaganda e tij, propaganda e mashtrimit turshme, kërkesave tona, për përgjysmimin e taksave u përgjigjet me mashtrimin se taksat, se çmimi kanë qenë po kaq të larta gjatë periudhës sonë. Mashtrimi turpshëm, mashtrimi pa skrupull. Tani, unë kam këto dhëna. Me 7 prill të vitit 2013, nafta në bursë ndërkombëtare ka qenë $97. Në tregun shqiptar është shitur me 140 lek. 140 lek.
me 7 prill të vitit 2022, nafta në burs ka qenë $97.2, pra e njëjtë, në Shqipëri është shitur me 228 lekë. Nafta në burs, çmimin më të lartë nga viti 2005 gjerë sot, e ka patur në vitin 2008. As në periudhën e Covidit, as në periudhën e pranverës arabe. Viti 2008 ka qenë viti në cilin nafta arriti $147 për shkak të rritjes kërkesës në bursë. Dhe në verën, në kulmin e kësaj, nafta në Shqipëri shitej 150-160 lekë. Për të qartësuar, se tani nxjerr dhe njerëz nëpër telefona dhe thonë mashtur patronazhistët, se tani përveç banalizve, tani ai mobilizon patronazhistët në propagandën e tij vulgare. Këto janë dhëna të pamohueshme. Pra, asnjë rrugë tjetër nuk ka për të shpëtuar nga kjo situatë dramatike që po bëhet, përveç se përgjysmimit të taksave, vendosjes të sistemit fiskal të njëjtë me Maqedoninë dhe Kosovën. Ai s'ka asnjë lloj cipe. Ata thot i kanë taksat makinë, të njëjtën taks në makinë kemi dhe ne, të njëjtë me Kosovën dhe Maqedoninë, plus minus 10-15 lekë. Të njëjtën. Ndaj dhe duhet që ne të insistojmë në mbrojtje të interesit publik, por njëkohësisht ky është një kazus për revolt të fuqishme kundër kësaj qeverie. Është taksa e saj e lartë. Vetëm një ignorant, një njeri që nuk ka asnjë lloj, asnjë urit më elementare se çdo të thot ekonomi, se çdo të thot buxhet familjar, mund të pranoj një taks të tillë. Mund të verë si satër çmimin e energjisë, çmimin e naftës,